بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sonte do të flasëm pak lidhur me agjerimin, gjithësisht me pak kujdesit të cilat ndodhin nga ana e besimtarëve gjatë agjerimit. Kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Në xhennet, edhe këtu e thot pejgamberi sallam me përforcim, me të vërtet, s'ka dyshim se në xhennet ka një derë, special derë është, për asaj dere do të hinë vetëm agjeruesit. Ju e keni parasysh kur dikush pritet nga dikush edhe ja shtrojnë të pikin e kuq, po ashtu edhe e presën ka dera e madhe, ajo që është për pritje, musafirët, çfarë nderi është e praks? Nderi madh është. E njashtu, Allahu xhaleshanuhu edhe agjeruesit, se ka mundësi për shembull ka derë tjera, jo special derë, ama për t'i nderu, për t'i respektu Allahu xhaleshanuhu, për të tregu se keni bërë një vepër shumë të madhe në dunjë, keni fitu disiplinë nëpërmjet agjerimit, disiplinë në jetë, e Allahu xhaleshanuhu do ta krijoje, e ka kriju në fakt domethënë atë derën, edhe nga ajo derë domethënë do të hijet në xhennet. Me rëndësi është të thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayru. Dhe nuk do të hinë nga ajo derë dikush tjetër përveç tyre. Thot do të thuhet, do të thënë izan do dale, edhe do thuhet, ejnë as-saimun, ku janë agjeruesit? Ku janë ata të cilët kanë agjeru? Edhe ato thot do të hinë, e kur do të hije njeriu i fundit, ma ajo derë nuk hapët për dikë tjetër. Domethënë special. Special për ata të cilët kanë agjeru. Ne në kohën e sotit, nëse bëjmë një krahasim mes agjerimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të sahabëve dhe të parëve tanë, me agjerimin tonë dhe shohëm se me të vërtet në atë aspektin figurativ njësoj, nuk ham, nuk pim, ama aspekti tjetër të agjeroj i gjithë trupi jot, të agjerojnë syt, veshët, madje të agjeroj edhe zemra jote, edhe zemra, të agjerojnë edhe idejat tua, edhe kujtesat tua, të agjerojnë, këtë dhe më thonë nuk e kina ne, ndërsa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë e kanë trashëguar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ne
kur vjen agjerimi, muaj agjerimit në duket sikur me shku në pushim dikon. Edhe çka vetëm qohana ham saballaka, të do më thonë qohana ham si fejrë, me krejt llojet e ushqimeve, izmet i bëjmë vitit sa duhesh, edhe pastaj edhe kur vjen ushqimi tjetër, edhe atë do më thonë sa duhesh izmet vitit, edhe tanë ditën do më thonë gjumë. E keni parasysh se do më thonë në kohën e sotit shumë flehet nga besimtarët në kohën e Ramazanit. Nuk mund të therish dikont nëse nuk është ora për shembull 11. 9 nëse është, 8, 10, do më thonë nuk bisedohet. Krejt gjumë. Hajde të shohim, të bëjmë një krahasim agjerimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sahabëve me tonin. Agjerimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para mendoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në agjerim i bënte edhe punët, dallohej bile me punët më të rënda, me ibadetet që kanë do më thonë vlerë më të madhe, që duhet sakrificë më tepër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në agjerim i pritte delegacionet që vishin për jashtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normal blente, shitte, kur ishte agjerimi. Udhtonte kur ishte agjerim. Po i përgatitte edhe ushtrin. Bënte përgatitjen e ushtarëve për luftë. Ndërsa ne në kohën e sotit, si që përmenda, ne do më thonë dallohen e me atë se jina neglizhent deri në shkallën më të madhe. Do thonë nga punët e hajrit gjatë muajit të agjerimit. E më mlodh se i agjnushëm jam. Mos e më ka ardhur deri këtu, do më thonë te unë më ka ardhur. Më këzdis se me agjerim jam. Hajde. Këto fjalë, krejt do më thonë janë kundërshtim me parimet e fesë islame madh që porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në jetën e përditshme, për shembull, e ke porosit diçka të ndreqësh dikun, të një mjeshtër. Edhe kur të vej, fillon ditën. Edhe të shkon në atë ditë, e ku marrë, tha marrë, a me thote, e jeme i rëmendën. Agjënim është, Ramazan është, e jema në ditë tjetër. Kur shkon, hala prapë, thëllë vejti, pa kësë duhet të kesh parasysh. Ose studenti fjalla bie, pse me nuk ke mësu, po i agjënushëm me më kanë. Ndërsa, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim e kundërta kërkon. Pra nuk mund të vijë në parasysh nuk mund vijë që agjerimi të të pengoje për obligimet ditore që i ke. Nuk bën. Se agjerimi është ibadet i veçantë, edhe obligimet ditore që i ke, do më thonë, nuk ka neglizhencë për ato, nuk duhet. Si që thamë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bile punët më të rënda në agjerim i ka bërë. Pse? Se sevapi fitohet më shumë. A kina thonë, se herë kina përmend se shpërblimi shumë i madh është, i shumë fisht në agjerim. Në agjerim,
të bësh vepra të mëdha, a ka më mëdha? Për shembull, ai që është talebe, apo ai që është student, edhe mësoj për provim, edhe i agjenueshëm, të Allahu të shanu shumë vlerë e madhe. Ja, të përmendim atë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka bënte në agjerim. Përmendet në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam delegacionin e Hawazinit të Taifit e ka bën gjatë muajit të agjerimit. Jo thotë tashin atë lodhët me agjerim, edhe nuk duna takime. Edhe nuk duna takime. Ti paksojmë takimet, jo. Kundërta, ti shpeshton, sepse fitojmë se më të madh. Është një shans ku njeriu nuk mundet diku tjetër të fitojë më shumë se sa gjatë muajit të agjerimit. Prandaj, agjerimi është, çfarë do të thotë agjerim? Durim, disiplinë në jetë, të fitojsh disiplinë, program në jetën tënde. Madje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe luftën e parë që është zhvilluar mes muslimanëve edhe pabesimtarëve, domethënë luftën e Bedrit, kur e ka dhënë? Në agjerim. Agjerim. A nuk kanë ditë thonë ato, ja Rasulullah, hajtë ta shtojmë pak apo të bëjmë diçka, domethënë, se njerëzit ta nushëm. Dunjaja do thënë me agjerim, hajtë ta shtojmë. Pastaj lufta atëhershme me këtë sotit, diferencë e madhe. Sot, vetëm me butona i shtepin, është alka dhe gjërat të cilat më do të kojnë mund, ama atëherë këtë ballafaqim ka qenë. Çdo gjë me ballafaqim. Edhe me agjerim. Para mendon, edhe me agjerim. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u ka shkuar ndërmend në gjë të tillë. Pse? Ato e kanë ditë se agjerim do të thotë durim, kontribut, të jesh aktiv gjatë ditës edhe gjatë natës. Po ashtu, çlirimi i Mekës kur u bë? Prapë edhe çlirimi i Mekës në agjerim, në muajin e agjerimit. Domethënë, pra, ju e dini sa zore kanë pas kur është bërë çlirimi, ama agjerimi e ngren njeriu edhe moralisht, edhe shpirtërisht, edhe fizikisht, e ngren njeriu lart. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë agjerimit nuk është dallu vetëm me agjerim, por është dallu edhe me ngjalljen e netëve me ibadet. Ditën angazhime ditore, po edhe shoqërore, ditën, natën me ngjalljen e natës me ibadet, me dhikr, me namaz, me përulje, me përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Po ashtu, ne kemi gjatë historisë se marrëm, bëjmë një përshkrim, do të shohëm se edhe më vonë, se e kanë marrë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se gjatë muajit të agjerimit nuk
nuk kalohet në pushim, nuk flehet, ma pak duhet me flet, gjumë ma pak duhet me ba. Ja për shembull, në kohën e agjerimit të çliru edhe Andaluzia. Po bile, Allahu Gjeleshanuhu fitore jep për hir të agjerimit që e kanë ata. Për hir të ibadetit të dalluar edhe për hir të sabrit, durimit që e tregojnë ato, Allahu Gjeleshanuhu ka thonë edhe fitore. Po ashtu rasti Ain Xhalutit e njëjta, po ashtu edhe çlirimi i Kudsit kur është marrë në agjerim, muajin e agjerimit, muajin e Ramazanit, në vitin 583 sipas hijretit. Kush e ka bo këtë çlirim që për fat keq tash u a kena ndërzu, do thonë jahudive, muslimanët u a kanë ndërzu Kudsin, vendin e tretë që është i shenjtë sipas Islamit, u a kena ndërzu. Pse ka ardhur ajo që të dorëzohet? Ka ardhur si rezultat i neglizhencës, i pakujdesisë tonë që e tregojmë gjatë muajit të agjerimit, edhe në muajt tjerë kuptohet. Komandanti suprem i kësaj lufte, ju e dini, o ka Salahuddin Ejubi, ha? Kur e përmendish Salahuddin Ejubin, atyve pabesimtarët u dridhen këmbët, pa dhe zemra u dridhet, pi frikës. Sa ato i analizojnë gjërat haris mlejër, i analizojnë gjërat, dhe më thënë thellë i analizojnë. Salahuddin Ejubi, a thumë vallaj, ashtu do më thënë thjesht, e bëri atë fitoren, e arriti fitoren, ja. Tregohet se në kohën e Salahuddin Ejubit, para mendoni, Shami, Siria e sodit që është, ka konë e ndame në disa vilajete, me thonë, shtete. Nuk ka konë një. Halepi veç, Shami veç, disa vende qera veç, në më thonë nuk kanë konë bashkume. Salahuddin Ejubi çka ban? E thot, puna ime sefte është e jonë, është të bëjmë bashkimin e trojeve tona. Pa? Sa vigilent. Prandaj të tjerët kur e dëgjojnë, thonë, fregohemi po del do një Salahuddin, i ri. Sa i vigilent o kanë. Edhe, çka bën? E bashkon Halepin me Shamin, vendet e Shamit, krejt Sirisë, dhe më thonë qërdash, dhe më thonë, afërsisht i bashkon. Paramendoni, Shamlit e presen me lule pastaj, Salahuddin Ejubi. A me kaq? Jo. Pastaj ka fillu me përgatitje. Me përgatitje ka fillu. Që ka ba? Shami është, në më thënë, rafshe madhe është, por ka një kodër që quhet Kasion. Këto disa gjelirë që janë koni, dinat vendin, në të kodërën, Kasion. A i shka ka ba? Ka hap medrese në Kasion, në më thënë në kodër. Jo një medrese, disa medrese i ka hap. Se ne si thona, shumë xhami janë bombe, abe, jo, shkollat, xhamit, spitalet, vendet që janë
domethënë sociale, për njerëzit, për edukim, ato sa më tepër të kese, aq më mirë është. A shihni çfarë strategjie. Disa shkolla ka hap në pasion, domethënë atë kohëtra. Po është ka pas, normal. Edhe shkjo është shumë e rëndësi pastaj. Puna tjetër shka ka ba, në lëndët mësimore, në ato shkolla, e ka fut edhe ushtrimet, edhe, domethënë, rregullat ushtarake i ka fut. Stërvitje ushtarake. Edhe fiskulturën që i thora ne e ka fut. Edhe, domethënë, përdorimin e armës, si duhet të përdorje njeriu, edhe gjuhajqen, edhe ketë, edhe qatë. Po, njerëzit nuk e kanë kuptu kë ka qëllimin e. Ku e caku i ti nuk e kanë kuptu. A caku i ti ka qenë që të përgatit njerëz të përshtatshëm, të cilët do t'jenë të fort, të edukum, edhe që do bëjnë balë pastaj armikut. Edhe ju e dini, kryqëzatat, atëherë i vetmi ai ka qenë i mundshëm, i ka mund ti thye kryqëzatat. A kryqëzatat, me u kthejnë historinë dhe shefni, edhe Serbia ka marrë pjesën. A kena parasysh. Po shka ka lip Serbia të rejati. E po, mendonja shka ka lip. Do me thonë, Salahuddin Ejubi shka bon, përgatit njerëz të përshtatshëm, ushtri, ka përgatit të cilët do t'jenë të edukum, të formum, i ka formu. Edhe kur ka ardhë koha, ka bon njerëz të mjaftushëm, atëherë Salahuddin Ejubi ja fillon. Edhe normal dhe me thonë, korën sukses të madhë. Salahuddin Ejubi, pa edhe të tjerët, thot, sidomos Salahuddin Ejubi, për herë e ka prit kur do t'jese Ramazan. Atëherë të shpallje. Luftën. Ramazan. Që neve nuk në hinë në kohë tash. E mendojmë hevesh. I be punë. Atëherë me i dobët njërve. Ja, e kundër ta. Ai që edukohet me imanin ashtu si duhet, ajo është i fort. Edhe i forta. Tregohet se Salahuddin Ejubi, para mendoni, ai thot e ka ditë para kohe se a do t'kese fitore nesër apo jo. Si e ka ditë? Thot, natën ka shku shator në shator. Ka shku të ushtarëve. Ku janë përqendohu ushtarët, atë në më thonë. Në kazerma tona ne. Edhe nëse e ka pasë drita e qiriut, apo e llamës, nuk u fik, po bëhet dhikër, lutje bëhet tek Allahu Xhaleshanuhu, për kushtim dhe Allahu Xhaleshanuhu, lexim të Kuranit, atëherë ka thonë elhamdulillah, nesër kina fitore. Kështu i ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se edhe në luftën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë, aq është lutur pasi që o përgatit kuptohet, para se me fillu lufta, sa që Ebu Bekri shkon edhe i thot, ja Rasulallah, Allahu Xhaleshanu do të realizoj premtimin që ta ka dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm lutet, ne nuk i kina këto përkushtime, ku i kina?
Ne dhe me thonë, mërzite nga bile. Ave qëtë të kumboqët përgatit, u bo, sos puna. Jo, përgatit që me përkushtimin bashkë shkojnë ato. Bashkë shkojnë. E ne nuk i kina. E këtë kush e sjell? Agjerimi, leallekum të të kun. Në përmet agjerimit arrihet përkushtimin dhe Allahu Zëreshanu. Në përmet agjerimit. Pra agjerimi është e shkollë. Shkollë që i mundëson muslimonit që jese vigilent, të jese i përgatitet vazhdimisht për çdo situatë. Për çdo situatë. Pra, si që shohëm, dhe me thonë, nëse bëjmë krahasimin, dhe shohëm se ne ina dhe me thonë shumë lartë tash. Edhe prandaj, ina shumë lartë fitoreve. Dikush pyetën për shembull thotë, pse arapët se fitojnë? Pa ato janë bo, si thonë të ne, pekembes, ashtu? Pa, so për ka qëtë janë bo. Kretë. Çdo njeri prej tyre i nështrohet armikut. Çdo njeri prej tyre. Edhe prandaj dhe më thonë nuk ka. Islami vetëm ai formal. Ajo formale, si që përmenda në fillim. Dhe më thonë agjerimi formal. Formal. Nuk ka nuk pëjë vetëm. Ama gjëra tjera shumë largat e vejna. Pra, përpiqena që ja këthim agjerimit atë kuptimin që e ka. Që ja këthim edhe të mundohena të bëhena besimtar të denjë. Besimtar të cilët ato tregojnë se ma herët kur kanë luftu me Osmanlit, thonë, si zakonisht Osmanlit nuk janë me trup madh. Nuk kanë trupe shumë madh. Ama tregojnë, në me thonë, ato ma pleqet, se thonë, në kanë tregu, ato që kanë bërë luftë, mos him shumë detaje, e kini parasysh, që kanë bërë luftë me ata, thot, neve në luftë në u dukshin do njerëz, dhe më thonë, shumë dhej. Shumë dhej. Edhe, dhe më thonë, në ndjeshim një frikë të madhe në trupin tonë para tyre kur qëndrojshim. Kini parasysh. Kjo ka isharete, ajete kuranore ka për këtë, kur Allahu Zërëshanuhu, do më thonë në syrin e armikut, besimtarën e bën të madh. I duket se është, do më thonë, batal, ashtu. Në syrin e muslimanit, do thonë, armikun e bën i liksht. Edhe pa marë parasysh, do më thonë, se ai mund të se, do më thonë, në aspektin fizik, shumë e madh, ama parasyrit të ati duket i vogël dhe i turet, i turet edhe korën normal sukses. Pra, inshallah, do të bëhen për atyre të cilët këto pakujdesit që i kemi, do të thënë, gjatë muajit të Ramazanit, t'i hekëm. Ja për shembull, unë dësha ta përmend edhe diçka. Fjala bie, po unë nuk jam më fort për atë, do të thonë, atë lutje bën. Lutje natën. Po lutje të Allahu Zëreshanu. Spaku shfrytëzohet atë kohën që është prej imsakut e deri kur vjen koha e namazit sabahit. Me çka? Me lutje, me namaz, se ne ina për fat keq
Dhe më thënë, këtë për atyre që kina fillu me vones, me namaz. Kina dhe më thënë kazaja plot, namazet që në kanë kalu plot. Edhe qka? Nëjësish edhe thush, sefte, e bësh një kamet, e thirish e zanin, falni. E thirish e zanin, edhe pastaj bësh i kamet, për gjdo namaz që dhe ta falish. Po si ti fali, shumë komune, s'është problem. Dhe më thonë, thush, sefte nëjësish për sabahit, thue e bëjnë jetë me falë sabahin e parë. Pastaj, dreken e parë, për kaza. Pastaj, i qindin e parë, akshamin e parë, pastaj, jasejn edhe vitrin. Pastaj nëse ke kohë prap, ose të nesën me prap thue, e bëjnë jetë me falë sabahin e parë, se prap i pari, deri në fund. Edhe kur dhe shofër se në bas një kohë shumë të shkurt, i krysh ata. Ne kina këto në gjëmatër e këto janë ato njerës, tash të cilin të më thonë, e kanë fillu edhe shumë herët e dipikur me vitet të tëra ka që i kanë kry. Shemëll mund të kishë pas 10 vjetë, 15 vjetë, pa falë, ama i kanë kry. Prandaj, gjënjën i pineve, në këtë formë duhet të veproje. Po edhe me nuk pas, edhe me nuk pas, të kjesh rezervë namaz, është shumë më herë. Se pyetjen e parë që do të bëhet në mahsher para Allahu Gjeleshanuhu, do të bëhet për namazin. E nëse ti ki rezervë namaze, se bëllë ki ke falë namazin, po s'to bo kabul. Se nuk i ke bo si duhet, si ke bo si duhet. A rukun se ke bo merë, apo ke haru diçka, dhe më thënë, i ke bo me defekte. Kur ki rezervë, ato Allahu Gjeleshanu me laqë dhe thote, ki a ka dhe një sunet, a ka falë, a ka dhe një kaza që ka bo, po, në donja. Ta është prastira, ku e ka është prastira. Pra isha Allah, Allahu Gjeleshanu, po ashtu edhe me lutje tjera, lutja shumë e rëndësishme është. Lutja, përkushtimi para Allahu Gjeleshanuhu, e ta është që alhamdulillah, mundësi kina zgjohana, se zgjohana në si fejrë, edhe mundësia tjepët që bësh lutje në atë kohën kur edhe me laqet që të prezent. Edhe me laqet, vend dëgjojnë me laqet. Edhe ti, pas të thua Zot, ndihmon, falem, ato thonë amin. Çdo lutje që e bësh, me laqet thonë amin. E amini me laqeve nuk thehet, prap të Allahu Gjeleshanu. Pra kështë se për këtë përsante, alhamdulillah, rabbi alej.